Të kush? Ka ik zëri. Vitalisht. E kam gojë flak. Përshëndetje të gjithë dhe mirë se vini sërish në Flak Fare. Jemi kudo në çdo rrjet social, në Instagram, TikTok, Facebook dhe sigurisht në YouTube që po na ndiqni në këtë moment nëse e keni hapur, kështu që ju ftoj të na ndiqni se nuk kushton asgjë. Sigurisht nëse doni gjithmonë që të informoni me materialet tona. E kam thënë dhe herë të tjera që unë nuk e bëj dot surprizën e të ftuarit. Tiri dhe Krisa janë këtu me mua në studio. Faleminderit shumë që keni ardhur sot dhe që keni pranuar sfidën. Jo të gjithë e pranojnë me të vërtetën, se në fakt po flisnim çik para se të fillonim, kështu që shumë faleminderit tjerë. Faleminderit për ftesën e Është shumë kënaqësi, unë i kam shumë qejf këto gjërat pikante edhe pyetjet pikante. Okej, në fakt këtu kam përshtypjen është i vetmi format që përgjigjet janë më pikante se pyetja për shkak të efektit të salsave. Ju e keni parë pak formatin, besoj se e dini se si funksionon, nisim nga më pak djegse tek derisa mund të shkojmë deri te Flak Fare. Sigurisht deri tani shumica dërmuese të ftuarve ja kanë dalë që ta çojnë deri në fund, përveç Endri dhe Stefit, por në fakt ishte vetë Stefi, sepse Endri ishte në Kreshmë dhe erdhi për suport moral të Stefit. Stefi u tremb shumë nga Dinamiti, nga salsa Dinamit dhe nuk ja doli. Cila është Dinamiti janë këto tani? Dinamiti është kjo. Okej. Kam përshtypje që po Do dorëzoj shpejt. Edhe ti ke arte suporti i Tirit. Do shikojmë sa do e përballojmë. Okej, dakor. Do testoj veten sot. Dakor, ta çojmë deri ku mund ta çojmë. E para, besoj se jeni akoma në këtë vrrullin e daljes pas bigut dhe është një fazë, më thatë pak se para se të nisim që është një fazë që e vështirë, e vrullshme për të metabolizuar. Si përballohet tani? Si a dini? Me radhë. Po, e para një që në momentin që ti del nga bigu, e tham dhe pak më parë, marr një lum informacionesh që në ato momente pëson një lloj brain frogu të frikshëm, sepse nuk di se çfarë informacioni të marrësh më parë. Po, dhe më shumë janë informacione rreth vetes tënde, për çfarë ke bërë dhe si të ka pritur publiku. Por unë personalisht pata edhe një përplasje me atë që më tha dhe me atë që pash vetë me sytë e mi. Mbase kur isha brenda, kam pasur një lum komentesh mbase pak më shumë negative se sa kur dola jashtë. Sepse kur dola, pata një suport shumë të madh. Dhe këtu ndodhi një lloj disbalance, pastaj nuk po e kuptoj tani publiku realisht po më mbështet, apo nuk po më mbështet, po kritikon për lojën që bëra. Publiku i merr më të mirë, mos ka. Më të mirë ti merr publiku të mirë. Ose është momenti. Po, kështu ka ngelur, por që pastaj ajo çka mua më ndihmoi më shumë edhe më mbajti pak më të qetë, sepse kam dëgjuar ka raste që njerëz më kanë kaluar pak në një lloj post-depresioni pas bigut. E përjeton, po jo aq rënd sa mund të pritet. Unë më shumë e kam pasur me kthimin në shtëpi. Shtëpia ime fillet më duke shumë e vogël se shtëpia bigut. Është e vogël. Shtëpia jote në sensin nuk jeni bashkë, jo? Nuk jetojmë akoma bashkë. Akoma nuk jetojmë bashkë. Bashkëtojmë dy nga shtëpi. Fundjavë. Pak, avash. E zgjidhim vetë ditën. Ditën që mbarojnë me Dhe ishte realisht e vështirë. Pak unë e pata një gjendje ankthi kur zgjohesha në mëngjes, sepse isha mësuar që zgjohesha me trompetat, me ato muzikën që çdo mëngjes. Me debate, me ulërima. Po, dhe në shtëpi ishte qetësi, të gjithë pritërit e mi në punë, unë tek pull, edhe se si më dukej kur zgjohesha. Këtë e shikoja nga televizori. Ishin ato 2 javët. Ishin ato 2 javët që edhe Tirin e kisha brenda dhe më dukej, doja t'i flisja realisht dhe nuk kisha diçka. Orkita kuptoj Tiri këtë magnitudën para se të shkojmë te bujrumi, këtë magnitudën e vështirësisë së eksperiencës Big Brother. Mund ma krahasosh me një situatë tjetër, për shembull, është më e vështirë se provimet që kanë matur, për shembull, kush më e vështirë, provimet e maturës apo Bigu? Mu nuk më është dukur fare e vështirë, me thënë drejtën. Ashtu. E vështirë është të mbase të gjesh veten aty brenda, pra të krijosh një lloj personazhi në mënyrë që të rezistoj sa më gjatë brenda asaj shtëpisë. Mundesh?
Ta krijosh një personazh që s'është që si ti? Po patjetër që pa më mundesh, Po? thjesht mendova që pra thjesht nuk doja të bëja atë lloj kompromisi, kupton? Aha, okay. Edhe mbase nuk nga kam vetja. ditë, edhe mbase nuk kam ditur ta bëj, kupton? Edhe mbase nuk kam ditur ta bëj, por që në fund ditës e kuptova që okay, ato ditët e para ti mundohesh ti përshtatesh situatave, ambientit, krijon dhe ti debate, debate nga hiçi se kur diskuton tani duken gjitha qesharake, patjetër. Se aty zihesh edhe për gjysmën e fundit cigares. Po zihesh sepse do apo zihesh Të dyja bashkë, të dyja duhet. bashkë. Pastaj fillon të bëhet rruga ajo, bëhet pjesë E e merr Sa dali seriozisht turpi? natë atë banorin që ke përballë, ma- fillon të kapësh. Më ndodhi kjo gjëja që i kishin ndodhur disa banorëve të tjerë, me thënë drejtën, që pas një muaji fillon edhe sikur heq dorë pak. E kuptojnë që thu s'ja vlen. nuk ja ta vlen. bëj, plus mendon që edhe sikur të rri edhe një muaj tjetër më shumë, nuk është se do bëj një diferencë madhe, qartë. kështu që no. Okej. Bujru më njerë, ta nisim direkt me salsën e Hajde, parë. Merak, po s'ma do mendoj që me këtë bujrin do dorëzohem direkt. Jo. Ja. Mm. Bërë unë Konkuruz shumë. Natyrë konkuruz, e. Që ai lezetshëm, bro. Ka pas mendon historinë, nuk e di pse po ju bëj pyetje Bigut, doja mos ju bëj kaq shumë pyetje Bigut, po do t'ju pyes 2-3 gjëra. A ka pas personazhe brenda Bigut për shembull që ja kanë dalë në sukses që janë thjesht brenda një personazhi, për shembull nuk ke nuhatur që ajo që bëjnë aty nuk janë ata, është një Aktorëve zakonisht që ecën më shumë. kjo gjë. aktorët. Po në të njëjtën kohë janë ata që bien më shumë të sy. Në Që aktorojnë. teatrin që bëjnë. Kuptojnë se mundohen të egzagjerojnë pak gjërat, nuk janë aq simple aq. Po. Krijon një lloj fiction. Keni parë Lart Vasilin? Ka pedani. Larti ka gjë të bukur se gjithmonë. A është i vërtet Larti mendon në këtë gjë? Do të thënë sinqerisht nuk e kuptoj. Unë e kam parë nga afër, por nuk e njoh personalisht. A është vërtet aq i egzageruar ai? Shiko, për sa kohë kam qëndruar brenda, kam pas raport mirë me Laertin, me thënë drejtën, do të kemi qenë okej, vetëm se ka ca momente që Laerti, domethënë, tani që e shoh nga jashtë, domethënë, patjetër që janë ato momentet që mundohet krijohet një lloj empatie për Laertin, apo ku fillon të qaj, apo ku fillon të heq syzet dhe vendos gishtat në sy. Këtë gjë ka Ka aktoreske. Si kisha vërë këtë. Janë këto teknikat që të mundohesh që të lotosh sa më shumë, ne kemi. Ajo të shtyn që vendos gishtat domethënë. E bukur fare kjo, është gjetje, po që jo më bravo i qof më burr, realisht bravo i qof. Përderisa shkojnë finale, përderisa publiku po mbështet, ja. Edhe që arriti do të okay. pastronte imazhin e tij, se Bigu këtu është shtim me dy presa. O të pastrosh imazhin ose ta shkatrosh u komplet pastrua thua? atë. Po, deri. Po e ka pastruar goxha sepse në fakt edhe unë jam thënë Laertit kur isha në shtëpi, që unë prisja që ti do isha ai personi mbas e pak arrogant, agresiv, që do ulëriste siç e kemi parë në studio Mendos si ka televizive. qenë, se unë jam pas në lagje, domethënë e shife aty, edhe e kam bërë diskutime dhe me Laertin. Ka qenë një moment, kështu që patëm pi pak të dy dhe po diskutonin për ca gjëra. Sa të kam pa unë ty thash, këto skena që ku ke pati mu thash. Thash po merrva pozës numër 8. Pas ke pa. Pas ke pa. Jo, ka qenë real, të paktën në historitë në ndodhite veta në gjëra, problematikat që mund të ketë veset, Po i që e ka egzageronte ndarë. pak gjëra, domethënë. I ka ndarë me publikun dhe është treguar goxha, të paktën real. Po mistrecia që ka më shumë. Po tash besoj se mund të jetë çik më spicy, mos u tremb Krisa. Nuk trembem jo, po. Thjesht mos e lyaj shumë, mos e lyaj shumë, kjo është gjë sekrete. E po, tani o do e bëjmë tamam, mos e bëjmë hiç. Kështu tha dhe Stefi. Po. Unë e shoh tirin tërsisht të qetë. Ti ka qenë të gjëra. Unë kam shumë qefi kam. Ta kisha ditë. Domethënë kam arrit me një pikë që kam bësi ai shokoj tregova të historinë. Po. Po edhe kam dash ta provoj. Kam dash ta provoj me thënë drejtën. Këto në fakt janë salsa që realisht janë të bazuar në një format botëror, kështu që pak a shumë është si të jetosh eksperiencën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nice. Është the same. Megjithatë, më thoni pak, edhe nuk ju ngacmoj me edhe këtë. Edhe 3-6 pikë. Deri në fund programit. Kush është personazhi që surprizoi më shumë aty brenda? Që surprizoj. Për mirë. Okej. Që na surprizoj ne apo flasim përgjithësi? Jo, ju surprizoi juve personalisht. Gerta Gjari më ka surprizuar. Për mirë?
Më falë, po. Hodhi dhe një qikta vëllë. Jo, për mirë, e di pse, sepse unë me thënë të drejtën, se nuk disë ta sjellë këtë gjënë, pa, që mos t'ingulloj shumë. Po, Gert, kam qenë i ftuar të emisioni Gertës, vazhdimisht, disa herë, dhe nuk është se... S'ke pas një episod të mirë. Një ndër ato emisionet që e ka pasur okej, nuk është se kisha nga i impresion, wow. Ndërkohë që edhe kur u fut brenda Big Brother, thash, nuk kisha nga i pritshmëri nga Gerta. Ndërkohë që gjatë gjithë kohës që ka qenë aty, edhe gjatë gjithë kohës që ne kemi qenë aty, realisht ka treguar që është një lojtare shumë e fortë, e vetme, edhe e ftohtë. Kështu që Gerta është... Gerta, po për ty Krisa? Edhe unë Gerta. Gerta. Jo, nuk të kopjuat. Kam thënë që, dëgjoj pak. Unë te Gerta nuk kam dyshuar që ku ka hyrë. Në fakt ja kam thënë të tjerë. Mbaj mend Gerta do jetë lojtare mirë. Nuk e prisja të shkonte deri në finale. Mendoja se do bënte një lloj strategjie si banorët e tjerë, por në fakt ka treguar që është aftë të luajë vetëm. Mund të them që është treguar edhe më fort se sa Olta. Paktën në lojë. Më fort se Olta. Po, përderisa ajo arriti deri në finale ndërsa Olta u dorëzua. Nëse edhe Olta do arrinte në finale. Po, ishte vetë ajo që hoqi dorë. E kuptoj, shiko, Olta kuptoi një gjë. Që nuk e fiton dot. E di, po edhe Gerta, jam e bindur që thellë e din që nuk besoj se Gerta është fut me qëllim për ta fituar, Gerta është fut me qëllim që të dali sa më mirë tjetër mundur, kurse Olta ishte tjetër muhabet mendoj. Mendoj se Olta ishte fut për të konkuruar për fitoren. Gerta e ka lobuar pa të në përshpikje, do ta fitojë, unë do arrin finale. Mirë, sigurisht çfarë do thotë? Po, nuk e thon, nuk para e thon të gjithë. Kryesisht ato që e kanë fituar nuk është se e kanë thënë që do e fitojë. Kush e fiton Olsi? Se di, ai është politikisht korrekt, gjithmonë nuk shprehet. Ju keni ndonjë... Po ja jemër e bukur. Ha më fol më burr, kush e fiton? Kush e fiton? Se shefon. Bën kot më si gjithë shqiptar, nuk e shoh. Shkojmë tek ekzotike. Tek ekzotika direkt. Kush është më ekzotik nga ju dy? Të them unë, ha? Unë. Jem ekzotike, ja? Ja është tiri? Është patjetër që... Gratë, gocat zakonisht janë më ekzotike se çunat. Si duket tiri asnjë gjë? Deri tani jam... Pas ka një shije çuditshme. Salsa. Po, ka një shije çuditshme, po... Ka një flavor çuditshëm. Spicy ndihet, po flavor ishte pak çuditshëm. Po mirë që ke edhe ti Krisa, nuk është se... Tiri më duket sikur është mërzit komplet tani, thotë po, s'di që kanë fare. Ja, po pres. Po pres sfidën në fund. Po pres. Tani, me thënë, doja të pyesja edhe këtë pjesën. A është kthyer Big Brother një detyrim që për njerëz të cilët kanë vlera apo jetojmë në një sistem jo meritokracie të pastër këtu në Shqipëri që të shpërblet, po themi, aftësia, tiparet pozitive që mund të kesh profesionin përkatës, a është kthyer Big Brotheri në një mas tani nëse do të katapultosh veten tënde profesionalisht, jetën publike flas. Që të ndryshon jetën, realisht ta ndryshon. Të jep një vëmendje më të madhe, sigurisht të gjithë të njohin, paktën unë në 25 ditë që qëndrova, dola dhe shikoj të gjithë reagimet e njerëzve. Është një diferencë shumë e madhe sepse realisht e ndjekin. Që ti realisht ke edhe një lloj presioni aty sepse dashje pa dashje ti duhet patjetër ta tregosh veten tënde, po duhet të jesh shumë i kujdesshëm se si ti le të themi shfaqesh në publik, sepse jep një mesazh, ke një influencë, ke një ndikim. Edhe siç e tha dhe Tiri, vështirë është edhe dalja, gjithashtu sepse ti duhet vazhdosh ta mbash atë ritmin edhe influencën tashmë që ke ndikuar tek publiku. Shiko, unë mendoj që është një super mundësi me të drejtë. Unë kam pas para Bigut 15 vite, mbas edhe më shumë karrierë. Kam fituar çmime të ndryshme, kam shkuar deri në Eurovision, edhe kur nuk ka pas këtë lloj nuk kam pasur këtë lloj qasje nga audienca, nga publiku. Është e çuditshme, por është vërtet, domethënë impakti është marramendës. Domethënë sot e kemi vështirë dalin pim një kafe të dy, që ti me kështu të qetë, domethënë. Është vëmendje e tepruar, po direkt pas fitilit të përgjigje. Fitilit vjen direkt pastaj të ikin flakëshu. Për nesh në aty fitilit. Jo, më jo, jep çik. Ju jeni dashuar me shikim të parë? Jo. Me shikim të dytë? Se këtë shikimin e parë se kuptoj unë se... Shikimi i parë ka qenë çuditshëm, me thënë drejtën, se unë po e prisja Krisën te studio vet, se më ftoi për një intervistë. Sa shumë histori, Po, kështu, edhe po e prisja ke studio vet, bashkë me ato gocat e tjera të stafit. Kisha gjysore që e prisja. Nuk ishe gjysore. Gjysore. Po ja, ore. Që e prisja, thash. Kush është kjo goca tani që rri, unë pres tu.
I ftuar gjysore kjo tani moderatorë bjen. Edhe të njëjtën gjë më pas mora vesh atë një gjë që menduar dhe Krisa për mua. Ke parasysh po ky tani që nuk doroka dot gjysore me prit, çfarë është ky? Nuk kam thënë se për gjysore, sepse unë takova tash ndjesi tash lash të presësh. Ama tha se ju tha emisioni me regjistrim ta kshu i keni të arrim presim një orë, kupton? Do të isha po ky, ose sa mendje madh që ka ky. Po, edhe pse i lezetshëm mendje madh. Po pse mendje madh ai shkreti se Po mirë ma atë sepse mu shpreh pak. E shko problemet të çift tani zgjidhin në shtëpi. Pra kështu në studio. Po i ke parasysh të presësh gjysore edhe. Nese. Intervista shkoi mirë, thuaje. Tiris, të fal ka gjë. Intervista shkoi mirë lere çfarë. Intervista shkoi. Po shi gjatë intervistës kuptove që djali që ka keq. Ja goxha djali. Jo, të them të drejtën unë jam pasur fare mendin aty. Më leni numrin tash. Dikush më ka dhënë një lloj hinti të vogël, ka qenë Sara e Uper, regjizorja ime, është bërë fakt për kudo Sara tani që më ka folë në kufje më kanë thënë, "Ore, çfarë po bëni ju të dy?" Pse kishte një flirt të ndirë. Një lloj kimia, jo? Gjë që unë se kisha fare mendjen aty me thënë drejtën. Do që se kisha mendjen. Mirë, thuaj, çfarë mendove? Jo, realisht nuk e Unë mendova. Çfarë mendove për herë të parë kur e pe që ulet përballë njëri tjetrit? Ja pas ka blet pritja. Gënjen se ka menduar fare, lere këtë ti. Si se kam menduar, po ata kam thënë brapa. Si se kam menduar. A jeni të lezetshëm me njëri tjetrin për zot. Thank you. Shumë faleminderit. E mirë, shkojmë tek mëkati. Po çeni emrat e Jemi këtu, po. Mëkati, kush mëkati më i madh Tiri? Shiko, unë jam natyrë që nuk është se e vras shumë mendjen, me thënë drejtën, për gjërat që kam bërë në të shkuarën, qofshin edhe gabime. Kupton? Nuk është se e maj mendin aty. Okej, kështu ndodhi, mësimja janë. Po nga ana tjetër nuk i fal vetes këtë natyrën që kam që nuk naqem kurrë me veten. Pra jam natyrë pak që për shembull po të përmend një situatë, fitova The Voice of Albania. Gjatë kohës që isha i momenti final. Unë dola jashtë, piva një cigare, edhe po mendoja thash. Ja, ky është mëkati që pi duart për shkak. Po, edhe po mendoja thash se kënova fort mirë atë këngën. Je perfeksionist pra. Ky është një defekt, po nuk është një mëkat. Po mirë tash na. Çfarë mëkati mund të shkak? Na e pak tolerancë. Okej, s'do të përgjigjet Krisa? Mëkat. Që kur u lidha me Tirin. Shiko. Se kështu. 24 vite hec, po do bëhet kemi bërë diçka. Jo, asnjë gjë. Deri tani jo, nuk është se kam bërë një mëkat. Mëkati jo, nuk mund ta shuaj mëkat, më shumë se sa defektet që kemi. Po na thuaj ti herë, kush është mëkati? Mëkati? Që s'pranova të futesh në Big Brother 1. Okej, ko. Po mos futet bësha kaq, është shaka, nuk është në natyrën time, nuk besoj se mund ta bëj. Nuk është nuk më shkon. Si do qoftë unë ta sugjeroj seriozisht. Ashtu ë? Po. Është shumë eksperiencë. Po mirë, meqense të ndryshon jeta kaq pozitivisht, dhe këtë do ta themi direkt pas lavës. Çfarë mendoni të bëni me jetën tuaj tani që e keni vëmendjen? Çfarë mendon? Krisa më jep një shenjë që po djeg. Po e lyen shumë pak. E lyen shumë pak? Jo. E kam unë më gjuhës tani këtë. Ha? Kush? Tiri? Jo, isha plot, edhe si ata marrë. Çaka. Unë e di prapër. Po. Si do ta lëshë? Ha? Kush ishte? Kjo ishte. Po e sfidoj Olsi. Pa çfarë? Mjafton kjo. Tiri e ka pas ka gjun sholl. Ja Krisa, një njeri ndjeshëm. Ti qumësht. Tani me qenë se Krisa është duke... Krisa, mirë. Tani fillon loja. Dhe tani shkojmë tek një lojë. Nga gjua më ka kaluar. Te kush? Jo, po nga gjua poshtë do kaloj zi. Lart sikën. Jo, në sensin, preka me gjua tani më ka kaluar në gjithë fytyret. Tash e ty të lyje pak, mos dëgjate çfarë thot. Shumë pak. Qa, pse, sa, e lyu pak dhe Krisa apo e lyu Tiri? Në rregull ishte Krisa, po, dakord. Ma jo si... Ma futë me këtë dytën. Çka bërë Ruti? Krisa mendo Gjibanin. Ke parasysh? Të sigur ke një vulkan si Gjibani përballë, edhe se Do është të asgjë. shumë. Po pra. Ore Gjibani është ai djali mirë. Sa thon, Gjibani është deri mirë. po ka ato shpërtimet, ë? Po është natyrë ka atë fëmin brenda vetes. Qartë. Po ja prishet Terezin? Është pak Kam një lojë për ty,
Tiri. Dua të më thuash, mua patjetër. Është sfidues fare. Do të më vdesuma në këtë emision. Ti kjo sheka. Kishe të kalosh direkt te 10 ajo. Ja. Pritse ke tjera. Bëri një ngritje, bëri. Tani kemi këmbë. Ajo është më pak djegse se kjo. Me vërtet? Për mendimin tim. Megjithatë shkojmë tek loja direkt miq. Dua të pyes Tirin sa mirë e njeh Krisën. Prandaj i kam dhënë para se të nisim Krisës disa pyetje. Të cilat ka dhënë përgjigje, ka zgjedhur alternativën. Tani, nëse Krisa do të mund të hante një gjë gjithë jetën e saj në vazhdim, do të ishte A. byrek, B. sushi, C. çokoladë dhe 4. KFC. Ashtu me KFC kaluat. Sushi. Sakt! Okej. Cila është superfuqia e Krisës? Të flej kudo në çdo kohë, të fitoj debatet duke folur pa pushim, të porosisë Që ne bëjë para, është para. Sakt! Nëse Krisa do gjende 1.000 euro në rrugë, do t'i blinte rroba, do t'i kursente, do të kërkonte të gjende kujt i kanë rënë këto para, apo do t'i humbiste sërish brenda ditës. Mos më shifare. Jam midis asaj që do kërkonte të gjende kujt i kanë rënë këto para. Gabim! Jam midis asaj dhe Tani e gjende cila është. Jo. Dhe asaj tjetër që do mundon të kursente. Ndaje. do t'i kursente. Okej. Po, kur i thash që tjetra është gabim. 1.000 euro janë në Tiris, janë 100 euro, ti 100 euro. Bravo. Kafsha ëndrave të Krisës do të ishte një qen mace lama apo një peshk? Macën. Gabim! Po ti ke mace si qeni, qen ka Ka mace se s'ka mundësi për qen pra. Kam dashur gjithmonë qen. Prandaj ka kafshë ëndre. Tiri, çfarë janë këto gabime që bën? Më ka ikë zëri. Nëse Krisa do të ishte një lloj moti, do të ishte një ditë me diell në plazh, një stuhi, një mbrëmje me shi, cila nga këto treja, tregam blen. E para. Një ditë Me diell flash, për mendimin tim. do të thënë ti e thua këtë gjë se vërtet është Krisa e tillë apo se vërtet mendon se Krisa do mendonte këtë gjë ti për veten e mendoj saj? që vërtet është Krisa e tillë patjetër. Korrekt. Nëse Krisa, bravo, përveç qenit që ja fute kot. Nëse Krisa do votonte një njeri për të fituar. Tjetë për unë jam kafsh dashse dhe i dua të gjitha llojet e kafshëve, kupton? Macet po bë. Marrë edhe për mace se e kam në Po se i shtëpi, do të gjitha, por gjithmonë kam dashur qen. Po pra, prandaj ke ëndër qenin se ke mace në shtëpi. Nëse do të bëj një reality show për Krisën, do quaj një hap me Krisën, ku i kam çelçat, e lindur për të pushtuar dhe misioni pa mundur. Kujdes, sepse këtu ka të bie përqindje e njohjes Krisës që ose gabon. Si ishte e para? Një hap me Krisën, ku i kam çelçat, e lindur për të pushtuar dhe misioni pa mundur. Po kjo ku i kam çelçat jo. Ha? Ku i kam çelçat jo i herë se Jo. mund ta ketë vendosur ajo për shaka. Po them, Nuk ka rëndësi, mor zotëri, unë po them çfarë ka vendos. çka ka vendos? Po. Ku i kam çelçat? Korrekt, o zot, tu tregoj që e njeh shumë mirë. Tu tregoj që e njeh shumë mirë. Nga çfarë ka më shumë? Ku i kam çelçat? Je vërtet person që harron e çike. Si puna ime. Nga çfarë ka më shumë frikë Krisa? Mërzia, heshtja, buburrecat, qumshti pasi ha peshk. Buburreca. Korrekt! Je shumë lart për zotin. Çka kam Po. më fare. Jo të gjitha buburrecat me mangat, po. Merimangat kemë, Ai gjithsesi. gjeta, më leni ta shikoj. E gjetë Po leni Dhe detaje. Qartë. Nëse Krisa e fundit do të mund të ndëronte jetë me dikë për një ditë, pra për mirë, do të thënë jo të. Do të ishte Beyoncé, Gjibani, Schumacher apo Ellen DeGeneres. Krisa shaka, akoma po digjesh? Beyoncé. Beyoncé, korrekt edhe kjo. Do me thënë praktikisht 90. Ose jam shumë e parashikueshme. Shiko, pas Po jam më të njohur shumë mirë. Çuhet kjo? furra. Furra është një lloj salce e cila është pa merak, do t'i dërrozojmë gjitha për qejf. Furra është një lloj salce. mba. Për zotin ja ta provoj Tiri, ti mos më beson mua dhe thot Tiri, është apo s'është? Shiko si e lyen. Ma mban për zotin. Bo, e myti. Për zotin, Ma mban, no? përveç se Për është zotin kaq do mbaj, po më mjafton që unë për vëllohet. nuk djeg. Ishte më djegte. Që Tiri pret tani që mos jep në shpërthim e vonë. Qeres ti barbecue kjo. Ama është e ty mosur, po. E lezetshme. Këto vë i kam qef. Pritse, këto që nuk djegën në fillim ta janë. Jo. E ndje. Jesë unë komplimentoj Tira për faktin që
e ke sedrën maksimale, do të thënë nuk Jam britsjap. je është kështu, besoni në këto Tani kjo pije me gaz, ta të ndihmon apo ta shtonte janë? Unë personalisht e pi se më pëlqen kombinimi i gjës, po jo se unë nuk kam hallë që të më duhet që të freskoj. Po si më thash KFC pa kola, pa Pepsi më sa. Një sekondë se ky është një moment historik për emisionin tim. Çfarë të vjen natyralisht kur shef atë gjën? Kola. Prandaj Pepsi duhet sponsorizojë emisionin tim. Keni nevojë për marketing. Kjo është për qenë është kola. O, filloi ky degustatori e. Jo, për çfarë është Pepsi? Është Pepsi? Pepsi. Bëj shaka, mund t'i dhe kola. Po. Më duket si Hapet an kandi për çfarë? Kola apo Pepsi? duhet si Pepsi. Si të duk kjo që sa po provuam. Është mirë, mund të Është barbecue. kam besim që mund të bëni edhe më mirë, më të fortë edhe. Besimi do të shpërblet. Vetëm e Besimi në do studio. të shpërblet. Si është plani juaj tani? Çka keni ndërmend të bëni? Dasëm jo herë. Po jo vetëm në çifte, po flasë profesionalisht. Se na Po mbytë. Pse ju pyesin shumë? Se vazhdimisht unaza, dasma, Ai më kanë bërë me trauma të shkretin. mana burç mund ti të e hapim para. boksin në burg. Ai, Mund të hapim boksin. ç'a thua? Hiç fare, ku është unaza, ku është kjo? Ai, qartë. Jo, e para një herë, je natyrë që do të bësh dasëm? Të dy, i keni qef? Më thënë drejtën, unë nuk kam qenë natyrë që kam dash bëj dasëm. Por tani? Why not? Tani me moshë. Tani që na do, pse? Pse jo? Tani po, sapo njoha Krisën. Po. Sa vite diferencë keni ju dy? 7 vite. Fiks është si moshë, është moshë ideale. Po. Ore, jeni nga ato çiftet që keni fol për të kaluarën? Po. Po. Çka kemi folën për këtë? Domethënë kemi folë, por Ua, këtu doli një palare. kemi folë, por nuk është se Kemi folë. kemi folur, por se më mendin Po, te kaluara. 10%-shin, 10%-shin. A kemi folur pra, jo e mba mundit e Ai kaluar. nuk thot keni folur kot. Ai Po mirë, insinuon që Nuk ka treguar shumë. Të dy me njëri tjetrin kemi treguar kaluarat tona normalisht edhe për njohur njëri tjetrin karakterin dhe pse jemi këtu ku jemi sot. E qartë. Ja, provojmë të Dinamiti! Po. Unë jam natyrës si dusas. Rudi natyrë në urgent sot. Ta mendosh që unë kam dhe një intervistë tjetër pastaj. do të qenë një Po, kështu se sot. nuk qenë vetëm kocë. Po. Ha, pak të duket kjo. Kjo ishte? Po. Si shefi. Ja mos e s'dikaj shumë. Pare ka vënd nërmin dinamiti. Nuk ndjekaj shumë. Është e përballueshme komplet. Ja shive. O tiri, po nuk të gënjej më burr. Vetëm atë kam. E me qenë se jeni këtu kam një lojë për ju të dy. Po do ta bëjmë më vonë atë se shoh jeni shumë në Terezi. S'u dha asnjë djegje. Mua ma dha djegjen. Sot i madh. Pse më ndodhin këto gjëra mua valla? Pse më ndodhin këto gjëra? Prit. Durim në përshtypjen- Ballkanasi, po si kam mundësi. Kam përshtypjen që ka fund do t'i tritojnë. Jo, Deri të tani para kjo fundit. ka qenë tritojnë. Më thuaj, cila është një këngë që do të dedikoje? Krisës. Po sigurisht. Po kujt më? Do të them një emër Po tjetër. kujt po. S'ma ka dedikuar akoma një. Akoma si ke dedikuar këngë? Bukur Jo, që- vetëm që do t'ja dedikosh, po do ja këndosh tani një pjesë. Unë kam bërë një këngë që me cilën përshëndes Krisën, me të drejtën, se nuk mund të them dedikim pas çka se sepse personi që ka bërë tekstin nuk jam unë, është dikush tjetër. Çfarë ka më burr? Si është përshëndetje. Për mendimin tim është Salut. pra unë kur këndoj atë këngë, kur këndoj atë këngë mendoj Krisën. Dikur ka bërë Medi, kur ishte që Po. isha pjesë e Medit, bëri një Med Secret Concert dhe ka kënduar Besa, jam rrënqethur realisht nga vokalista. Është super Është profesionist. shumë e mirë dhe është vërtet profesioniste, është Shumë vërtet, korrekte. madje edhe në Eurovision ka bërë një performancë shumë të denjë. Unë jam habitur dhe kam thënë Besës, por që se unë jam gjithë vetë në atë skenë dhe di shumë mirë çfarë E po na jepi pjesë referente me një Ti pjesë. mund të jesh, jo po ta mbaroj këtë, ti mund të jesh këngëtar shumë i madh, shumë i mirë, ndërkohë që kur ngjitesh me një sallë, me një skenë Besh i vogël, ë? ku janë 20.000 spektatorë dhe po të ndjekin 200 milion të tjerë nga kamera, aty fillon të dridhesh. Të zvogëlon s'kana. Besa e ka përballuar më së miri edhe unë. Është super artiste. Prandaj Besa nëse na sheh, të ludhem na u bashkon në këtë format. Ja. Ja, Po mund të fusim vi. tirin mik. Fusim tirin mik. Mirë, dakor, nuk do më këndosh asgjë. Po pse s'më këndove një gjë, për ke gjithë atë vokal të bukur. Po S'do. s'kam vetëm një pjesë. Ma bëri qefi. Nuk është si rallë tjera,
Për të thjeshtohet ndjenja, zemra jo nuk gabo. Zemra e do. I të vendoset i fundit, ta vdish. Tërbim, vërtet? Po ju si, unë kisha përshtypjen që bëhet në të kundërt. Ja. Shkojmë te tërbimi. Kush është tërbimi ky këtu? Si është tërbimi? Marrë frymë. Pse shef këtu, bërkjallë se sera shumë. Po, e më tjerë. Nuk pëlqen sot njerëz të vërdiqen. Po ti do fillosh marrësh kënaqësi normal. Qa bëra? Në ke pikante. E mos e fshi. Ha vetëm një pjesë. Mos e fshi. Po mirë është. Po Ha vetëm një pjesë, gjumë. do i dhe moke. E bëri Po e një, djegi o një. Djeg se kjo. Nam ju bë. Më pëlqen atyre saj. Dhe tani kam një lojë për ju. Dua të më Ku vajti kjo, më humbi Krisa. S'mundem. Pas na vjen shi shumë të keqe. T'ja zilat. Erdhëm ke fundi. Jemi. Jemi. Po, kam një pyetje. Kështu skuqem. Ruti nuk e di ti i fortë. Kam një pyetje, kam një kështu lojë për ju. Filloj po piçi kola ma. Pepsi, më fal, mund të jetë çfarë do. Përgjigjuni gabim të pyetja. Krisa futun lojë. Përgjigjuni gabim të pyetja. Çfarë halopa? Karrota. Mish. Mish, nuk bie rufeja në Lom kuzhinës. fshati digjet, kthesa ose italisht Kërcen. po. Kryeministri i Shqipërisë është Ende Shaban. Krisa, ku je? Zotë Nuk do po janë. futem. Big Brother VIP e fiton Rozana Radi. Jozi. gabim. Thash gabim. Rozana Radi që ka gabim. O në mëngjes pak dhirë mirë. Ose di këtë kam. Asun. Po gabim thuaj mor burr. O të bëft Mirë, bravo. Ku shtonë të hante ku sulkuqen. E di qa ka kjo gjëja, kjo të djek të Delia. buzë. Piqik qumë përse me marrove fare tjero. Piçik lufra, piçik. E kam gojën flak, po ju them. Okej. Vazhdo fjalin. Krisa, Loredana është ... Këngëtare. Këngëtare, po sa lezeshme jesh. Qa punë e bën doktori? Shet buk. Bravo. Skena buk me ongër ngelëm të ongër? Patate. Bravo, 2 + 2 bëjnë? 20. Të qartë, bravo. Kjo ishte loja kësaj. 8 point po presëm. Kjo ishte Po, okej. shumë shkë. Kjo ishte Seriozisht, kjo ishte okej, kjo ishte mirë. Kjo ishte mirë. Unë dorëzohem. Edhe di qa ka kjo as nuk të diçon. Po. Pra ti pi, vetëm kur shpërthem prap. Po interesante dhe shumë. Nuk dhe vazhdosh garën deri në fund. S'ka shans se hiq dorë tash në fund. Shumë Nuk bëhet fjalë, ë? Nuk ka shans. Edhe direkt pasi të shkojmë tek Ua, të intens gjithë kohës. Në shënë Sigur të rreth. dhe shkojmë tek salsa tjetër, e cila është Dhe shkojmë, Vazhdo ti. marrëm pyetje to. po, shiko, kam një gjë tek ky Ndjekim emision. buzë. Kam një gjë tek ky emision që i jap të drejtën ftuarve që të thonë çfarë duan ata për shkak. Okej. Një gjë që për shembull pa të pyetur unë, e thua ti vet. U bë gati, shi si u qua në mori të mikrofonin. Po nëse do që përfundon në një i ftuar në... Për shkak se dhe thosh asaj qofse është djegëse dhe thosh mos e provoj. Krisa do të zonë. Oh, dërzova valle, s'po m'ndjekim buzët Ta të provojmë këtë herë se mbas është më bën. Shi si u qua në këmbë, e. U qua në këmbë, kape çik. Hamo, Tani jemi jemi tek e Jemi fundit, bashkë, ferri. Duhet ta bëjmë bashkë. gëzuar valla. Gëzuar të bëftë mirë. Vazhdoni ju. Ferri ju prift në bar. Ha, Ai shënim mos. lypje ti vllai. Shi. Lypje shumë ti po. Po, pra. Nga përshtypja që gëzoj të fare Ferri, po gjithsesi. Çfarë pas ka qenë? Çfarë quaj kjo? Çfarë quaj? Tërbimi. Tërbimi. Normale duket. Tërbimi është me djegës. Ky është ferri. A thash edhe duhet më mirë. pak djeks? Mirë. E kisha edhe një Provoj. Provoj se po ta thotë ai, se po ta thoja unë. Jepi se është më i përballush. Provoje se nuk ka lidhje me atë tjetër.
Shiko se do dalim bashkë nga këtu. Dha një efekt. Do dalim bashkë nga këtu. Për zonë, sa ashtu fare. Jo. Ose në base ta jep më vonë, ku di. Jo, nuk ta jep më vonë, po është aq i fort ky i nënti, sa është në të njëjtën, shiko, to madhen me Scorville, Scorville është një siamace e djegjes. Sa e ka kjo? Kjo ka 368.000, kjo ka 340.000. Po nga që kjo ka kick shumë të fort, të shpejt, edhe kjo ndihet më pak. Kupton nga që je djeg. Ama Krisa. Kanë qetë shpifur ma. Do ta provojmë edhe një herë këtë të nëndën. Edhe jo atë fundit edhe që kemi me 10-ën. E provove nëndën? Po e provove 10-ën, jo. Okej. Është akoma duke u djeg nga Nga para, nga... Meqense jemi duke u djegur, kam dhe një pyetësor për ju. Okej, tani, do bëni lojën. Në fut dhe njëra, e. Shiko, plumi me plum. Duhet të... Nuk jam mirë. Si e mirë? Po pi qumë. I provova gjitha. Pi qumër, se qumë që të freskon. Ja, pi qiklufra. E i bëra miksu të qumë shkolla. Okej, bravo. Ose Pepsi. Tani që jemi duke u djegur, dua që të bëj një pyetësor me ju. Po të përgjigjeni shpejt. Do përgjigjeni shpejt. Përmend 10 banor për 30 sekonda nga Bigu. Gjesti, Egli, Rozana, Laerti, Jozi, Aldo, Loredana, Danja, Gerta, Tiri. Bravo, të qoftë. Mirë që më të ma thaj me ti, mësë të Përmend 3 këngë që kanë fjalën Tirana brenda. Tre këngë që ka fjallë. Tirana në Zemrat zemrat tona. O Tiran, ti për një Po, kampion. edhe një tjetër, midis Tirane që shbone për lallë. Bravo, është dhe midis Tirana. Bravo. 5 gjëra që bëhen tualet. Lae, shkruaj nevojat personale, lan banjon. 3 dhe 2. Bën make-upin, Bën 5 gjëra në banjë. bën make-upin, Po, Shipesh para pasyre. bravo, 5. 3 gjëra që urren tek Tiri. Ska, tjetër. 3 gjëra. që quhet e tiri nuk... Që do njerë bëhet për tac, Aha. natyrë me qetë që duhet, unë jam ekspresive, Aha. Qa the? që në një natyrë me qetë, më Po, thënë në sensi, i përvallu të zbata me qetësisht, nuk kam të tretë. Nuk ka të 3 ti te Krisa? Në që flenë shumë gjumë. Aha. Është pak natyrë më shumë emocionale sa që duhet. Aha. Përfshihet më... edhe është pak më ekspresive sa që duhet. Okej. 5 emra që fillojnë me shkronjën A. Alban, Aldo, Arian, edhe... Albani, vendosni një ilë. Anita. Po, bravo. Mirë që kanë. Po pse bëni sigur jeni kaq djegur mëse këto? Ha? Mirë, më e more veten. S'do ta Kjo da provosh? e vonë shumë. E provova të po më dha një kështu. Krisa nga 1 te 10 sa ti ishte kjo eksperiencë? 20. 20. Tiri mos thuaj 10. 20 dhe temperaturë të dyjave, se ato tjerat ishin shumë okej. Shikon, kam përshtypjen që mund të përballoj edhe më shumë se sa kaq. Ti po. Kështu që mendoj 8-9 diçka tjetër. Po është goxha djegës, më thënë drejt. Edhe për mua që Krisa e di, unë kam shumë çift gjëra të kam. Këto gjërat që përdoren vazhdimisht ta bazë për këto më duken. Ato janë gjëra që ne përdorim për ditëshmëri. Nuk arrita ta kuptoj më atje, thjesht e marr për shije, nuk më duken më djegës. Qartë, dohet të pyesja pak Krisën. Mirë Tiri këngë bashkëpunim me Besën, super. Bukur. Komplimente. Po ti Krisa tani? Unë sigurisht synim kam ekranin, sepse edhe gazetarina kam profesion, moderim gjithashtu që e kam ushtruar për 2 vite tashmë. Presim të vim projekte të shpejt. Pse jam? Kush një ëndër që ke brenda botës televizit, po themi si format? Të prezantoj një spektakël sigurisht. Një spektakël. Ti ke bërë festivale, po. RTS, që nuk është pak, në moshën tënde, është shumë. Shumë për mua, e ka qenë kulmi për mua në këto 2 vite, por një spektakël që t'jetë entertainment. Tek entertainment je, ëh? Po. Aty e ke. Aty jam aty. Krisa ti je moderatore, ti duhet të më menaxhosh shumë mirë këtë prek, më thjesht më shumë për Prek Tirin mo. Thjesht më shumë për të dhënë mbasi një lloj mesazhi tek publiku që mos i marrin shumë personale këto daljet tona televizive, kemi vënë re që përfshihen shumë në deklaratat që ne bëhen, në intervistat, në pyetjet,
Tani secili ka opinionet e tyre, mendimet e veta, nuk ka pse përfshihen kaq shumë edhe arrin deri në ato komente sa ofendojnë. Kësa mendoj kështu, unë mendoj ndryshe. Të merren sa duan, domethënë Big Brother historikisht ka krijuar tamam, domethënë kështu fanca patologjik. Të fiksuar pas një personazhi dhe pas një ideje që kanë që ky personi do ta fitojë edhe kush del para syve e shaj me libër të shpirtit. Është çik problem, po një herë që e kupton këtë gjë, një më moral. Dhe that kush e fiton Bigun? Gjesti ta fitoj kush det olla manë po. Gjesti duket favorit. Dakor. Gjesti për mua sepse realisht nuk mendoj që duhet ta fitoj Rozana. Nuk mendoj që Laerti ka dhënë mjaftueshëm për të fituar atë lojë. Kështu që mendoj që Gjesti ka qëndruar më gjatë, izoluar dhe ka dhënë më shumë. Ka pasur gjatë situata në shtëpi. E qartë ka, po. Ka probleme patjetër pa fund, si çdo banor. Si çdo banor, po siç ka gjë. Po ai ka luajtur në sensin për, më thënë, nuk ka humbur asgjë, në sensin ka hyrë all in aty edhe vetëm po luan. Dakor, unë ngeles të vesh se tu falenderoj shumë edhe ty komplimentoj për faktin që e përballuat sfidën. Po nuk e çove deri në fund apo jo? Te ngelit e nënda. E provova atë, po nuk e mbajta. Okej, shumë mirë. Atëherë komplimente që e çove deri në fund, fakti që e çove deri në fund i bën automatikisht që të jeni dy njerëz që fitoni nga një dhuratë nga Argjendari Donaldo. Po, janë për Krisën dhe për Tirin, janë mund t'i hapësh, janë dy bërzyligje të cilat janë bërë me gogla, ari dhe gogla kështu dhe sa bukur. Janë sport, mund t'i marrin çdo. Megjithëse ju ato nga që janë unisex mund të, po. Sa nice. Shumë bukur. Po. Kështu që mbyta. Thank you. Po ti normale. Kështu që edhe një herë shumë faleminderit. Suksese në secili në rrugtimin përkatës. Miq, ju falenderojmë shumë që na ndoqët, faleminderit KFC Albania, faleminderit Qumshtit Lufra, faleminderit sponsorit potencial Pepsi ose Cola, le të hapet Ankandi. Ne do takohemi sa bukur. Meçi. Në rrjetet sociale mos harroni na bëni follow kudo në Instagram, TikTok, Facebook, flak fare. Deri atëherë, paçi.